sepse orami ku i ke shokët dhe 77-313 është kod konqiz për smundjen më të madhe që ka sot Shqipëria, që është korrupsioni. Qytetarët e thonë me dëshirë, sepse ka dy aspekte në vlerësimin tim, të cilat i bëjnë ta përsërisin si të vërtetë më të madhe të sotme të qeverisjes Shqipëri. E para, korrupsioni madh, 77-313, dhe e dyta, një ngazllim dhe një shpresë që drejtësia ka filluar të veprojë. Ndaj, dua të them që nga kjo pikpamje, Zoti Rama ndoshta e nisi për të bërë batutën e radhës, siç është mësuar t'i kaloj gjithë fushatat me batut, por batuta i ka ngecur në fyt, sepse fushata po mbaron, Edi Rama po vonon dhe përgjigja po mungon. Edi Rama ku i ke shokët? Kush doli më i fituar nga e gjithë kjo? Doli Zoti Rama? Doli ju Zoti Basha? Apo doli Unikatili? Sepse me ato nisi, apo jo? Deri më tani kanë dalë qytetarët shqiptar, sepse një numër i madh hajdutësh janë të 77-313 dhe s'do arrin dot të vjedhin paratë që kanë vjedhur deri më sot. Në qoftë se vota hidhet për numrin 4, koalicionin Euroatlantik, ky proces nuk do të ndalojë më shumë nga shokët dhe shoqet e Edi Ramës, që vjedhin taksat e shqiptarëve, do të shkojnë para drejtësisë dhe prapa hekurave, dhe prap ata që do të përfitojnë më shumë janë shqiptarët, sepse janë këto para që mungojnë sot për pensionet, për subvencionet, për studentët, për punësimin, për uljen e taksave, për zhvillimin ekonomik dhe për integrimin në Bashkimin Evropian.